Shëndetje miq, sot do të përgatis një lëng me kumbulla tegra. I kemi lar, i kemi pastruar. Unë i kam vendosur pak në një enë të madhe me ujë me krip për arsye që të dalin parazitët, krimbat e tjerë. I shplaj mirë dhe i kemi vendosur në tenxhere. Këtu do të shtojmë ujë. Zakonisht të gjitha lëngjet e frutave që unë përgatis nuk më pëlqen fare që ti përgatis me sheqer, por ka dhe raste që përdorim sheqerin. Dhe në këtë rast do të përdor gati 2-3 lugë për 1 litër e gjysmë ujë, jo shumë. Një sekret i vogël për ta bërë më të shëndetshëm lëngun e kumbullave, do ja u tregoj unë tani. Unë përdor zakonisht pak tërshër. Nëse keni njerëz të sëmur, fëmijë të vegjël që nuk kanë ushqim, ky lëng frutash është i plot si një vakt i plot. Prandaj, nëse e përgatisim në këtë mënyrë, edhe për njerëzit me probleme apo dhe njerëzit e shëndetshëm, ky lëng është fantastik. Thjesht do t'i vendos për të zier derisa kumbulla të zbuten plotësisht për disa minuta, do me thënë nga momenti që fillon të valoj ujë, jo më shumë se 5 minuta. Pasi ka filluar të zjej, mbyllim sobën dhe kemi gati për ta kulluar lëngun. Jam duke e kulluar lëngun, është ende i ngrohtë. Do ta ndihmojmë me këtë lugën e gjellës edhe do nxjerrim poshtë lëngun e mirë që na duhet, të plotë edhe të trash. Për gjithë ju që nuk doni të përdorni sheqer, alternativa më e mirë është pa diskutim mjalti. Mund të përdori mjaltin. Por gjithmonë kur e kemi lëngun të ftohur, jo shumë të nxehtë sepse i humbasin edhe vlerat ushqyese. Siç ju thash, ky është një lëng shumë i mirë sepse ne mund ta përdorim si një vakt edhe për fëmijët e vegjël, por jo shumë të vegjël nëse e përdorim me mjalt. Të jenë fëmijët 4-5 vjeç e lart. Por kumbullat janë shumë të mira për të gjithë njerëzit. Sidomos personat me diabet mund ta përdorim, edhe gjithmonë me pak mjalt, ose më e mira do ishte as me mjalt, as me sheqer, unë kështu do të këshilloja. Edhe unë ashtu e përdor për veten time, sepse është shumë i mirë. Nëse kumbullat janë të pjekura, në këtë mënyrë siç po e përgatis unë, nëse lëngu është i trash shumë, ne mund ta bëjmë dhe pelte, duke vendosur në tava dhe i vendosim në një vend të pastër ku ka diell, edhe krijojmë atë peltën e bukur, të cilën mund ta mbushim edhe me arra të shtypura, edhe e konsumojmë gjatë dimrit, si karamelet vogla. Ja ku kemi përfunduar, duke i shtrydhur komplet, siç e shihni kanë ngelur vetëm farat edhe lëkurat. Nuk kam, i kemi marrë të gjithë tulin. Tani për gjithë ju që doni ta ruani këtë lëng për dimër, mund të mbushni kavanozat, t'i vendosni për 5 minuta me kokën poshtë, pastaj t'i lini për 20-25 minuta në banjomari të zgjedhur. Për të gjithë ata njerëz që kanë dëshirë ta bëjnë këtë lëngun e kumbullave për herë të parë dhe nuk e din masën e saktë, mund të them që për 500 gram kumbulla mund të përdorni 1 litër e gjysmë ujë. Po kjo në varësi të masës, se sa të trash apo të lëngshme e doni ju lëngun, po pak a shumë këto janë masat. Ndërsa për sheqerin hidhini sa të doni, ndërsa për ata të gjithë që duan të përdorin mjaltin, mund ta përdorin në momentin kur e pin lëngun, mund të shtojnë pak mjalt edhe ta pin të shëndetshëm. Kjo është receta për ditën e sotme. Lëngu i kumbullave në këtë mënyrë është fantastik, duke i shtuar edhe pak tërshër. E bën më të shëndetshëm edhe e bën si një vakt, si një ushqim të plotë.